Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro zhvilloi një vizitë në qytetin e Shkodrës, ku një nga afër me ecurinë e projektit për transformimin e shkollës 9-vjeçare Ismail Qemali. Gjatë kësaj vizite, Kumbaro e cilësoi ndërhyrjen si një projekt të rëndësishëm, jo vetëm për funksionalitetin e institucionit arsimor, por edhe si një vlerë të shtuar arkitekturore për qytetin. Sipas saj, ky është një investim i shumë pritur nga nxënësit, mësuesit dhe komuniteti, duke marrë në konsiderat traditën e kësaj shkolle në formimin e brezave ndër vite. Është shumë e rëndësishme që projektet e shkollave, por dhe përgjithsisht të objekteve publike, spitalet apo kopshtet, po edhe zyrat e administratës, të mos jenë vetëm objekte funksionale, pa diskutim standardet e shkollës, klasat. Por në momenti që janë dhe vepra arkitekturore, bëjmë dhe një edukim estetik, por edhe krijojmë një vepër arti publike në qytet apo në fshat, kudo që të ndodhet objekti. Kështu që më vjen shumë mirë që Shkodra vjen me një projekt të tillë. Edhe po vuani pak tani me periudhën, po do fitoni pastaj. Ministria theksoi gjithashtu bashkëpunimin me Bashkinë e Shkodrës për rritjen e ritmit të investimeve në infrastrukturën arsimore. Krahas rikonstruksionit të shkollave ekzistuese, ajo nënvizoi edhe ndërtimin e terreneve sportive me qëllim krijimin e kushteve bashkohore dhe zhvillimin e aktiviteteve jashtorareve mosimore. E gjitha kjo duhet kthehet në fermën e shkollës. Në mundësinë edhe për të zbavitur, por edhe për të krijuar një parcel për të mbjell fruta perime, për të mbjell lule shtrydhe, për të mbjell qep, për të mbjell lule. Pra, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që fëmia ta ndjejë që ka një marrëdhënie tjetër me tokën. Edhe merr vërtet kuptim kur thua ferma në shkollë, sepse ata kënaqen kur e mbjellin, kur e vadisin, kur kujdesen për to, kur vjen momenti që bën frutat, marrin dhe frytet dhe i konsumojnë bashk. Domethënë, është një nga pjesët më të bukura. Projekti për shkollën Ismail Qemali pritet të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe në krijimin e një ambienti më dinjitos për komunitetin arsimor të qytetit.